Deri më sot domati është shërbyer në tryeza si sallata apo perime e veçantë në shërbim të organizimit dhe larmisë së përdorimit në asortimente larg disiplinës së ëmbëlsirave. Por sot nëpërmjet domatja serviret edhe si ëmbëlsirë. Tabun e ka thyer punishtja Bonjë, një prej njësive me traditë të hershme në prodhimin e glikove të famshme të përmetit. Iniciativa ka qenë e Liri Bonjës, administratores së kësaj njësie të prodhimit të glikove, e cila guxoi të thyente Tabun se domatja është vetëm perime, duke kthyer atë në një produkt që mund të serviret edhe si gliko, madje me një recetë që pakush mund ta besojë. Fillimisht në fokusin e gatimit të domates për ta shndruar në gliko janë marrë domatinat, pasi janë dhe më praktike për t'u gatuar. Praktika e gatimit të tyre për gliko është pothuajse e njëjtë si ato të arrave, kumbullave apo dhe kajsive. Por recetën sekrete Liria, e cila qëndron larg ekspozimit nga kamera, nuk dëshiron ta ndajë me askënd, madje as me Mariantin, mjeshtrën e përgatitjes së glikove në këtë punishte dhe një ndër mjeshtret më jetëgjatë në qytetin e Përmetit. Vetë Marianti shpreh se nisja e prodhimit të glikos me domate është mirëpritur nga konsumatorët si një risi që të çon drejt suksesit. Glikon e domates e kemi filluar neve të parët. Në fillim e filluam pak se kishim merak si do dilte, po na doli shumë mirë, të tërë kanë mbetur të kënaqur, e pëlqejnë shumë, të gjithë që vinë e kërkojnë procesi domates. Në fillim marrim kukrën e domates, i japim një val të lehtë, jo val, sa e ndjen ujë për 1 minutë, e heqim, i heqim cipën, e të shpojmë, e vëmë në ujë me gëlqere. Pasta e marrim me shplaj mirë, përgatitim sherbetin edhe. Është shumë i kërkuar ky produkt? Shumë i kërkuar. Të gjithë që vinë na e kërkojnë. Të gjitha i kemi shumë të mira me cilësi edhe nuk e zë, për shembull likoja likon për vitin tjetër. Po mbas arrës vjen domatja pathuxhani që e kërkojnë. Si produkti i ri që është hedhur, që e kemi hedhur, e kërkojnë shumë. Shalqini liko e vjetër, fiku liko e vjetër. Do një kujdes të veçantë për përgatitje, ne mundohemi me të gjitha mënyrat që ta nxjerrim sa më të mirë. Punishtja jon është punishtet ndër të para të likove të Përmetit. Filloi të shtoj dhe prodhimi, mbetën të kënaqur njerëzit, sa vinte shtoj më mirë. Punishtja në fjalë përveç glikos me domate pak më herët ka guxuar që të prodhojë dhe glikot me panxar të athët, apo dhe gliko me patëllxhan, duke sfiduar në këtë mënyrë punishtet e tjera në Përmet që ngelen te gatimi tradicional i ëmbëlsirave nga frutat. Por kjo punishte është e vetmja që mbron traditën dhe i mshon asaj duke sfiduar teknologjinë moderne.